Ndonëse lidhja e sindikatave të maqenisë ndërpreu protestat për rritjen e pagës minimale në 600 euro. Kjo kërkesë vazhdon të jetë në fokus të partisë opozitare maqedonase LSDM. Kryetari i kësaj partie Venko Filipçe tha se partia e tij sërish do të dorëzojë në kuvend propozim ligj me të cilin kërkon që paga minimale të rritet në 600 euro. Ai tha se propozimi do të dorëzohet në fillim të shtatorit, pas vazhdimit të punës së kuvendit, duke vlerësuar se niveli aktual i pagës minimale nuk është i mjaftueshëm për mbulumin e shpenzimeve bazë të jetesës. Qytetarët nuk mund të mashtrohen, shifra që i thot kryeministri me sa duket nga bota në të cilën jeton vetëm ai dhe grupi i tij i vogël i njerëzve përreth tij. Qytetarët nuk i ndjejnë. Ata i shohin kuletat bosh dhe frigoriferët bosh. Filipçe paralajmëroi edhe kërkesë për rritjen e pagave në disa sektorë, veçanërisht në shëndetësi dhe arsim. Ai ju referua masave që, siç tha, ishin realizuar gjatë qeverisë së mëparshme të udhëhequr nga LSDM-ja, kur pagat e bazë të specialistëve dhe të mjekëve ishin rritur për 40%, si dhe pagat e të punësuarve në arsim. Qeveria e udhëhequr nga Kristian Mickoski tashmë ka hyrë në vitin e 3 të punës së saj dhe në asnjë fushë nuk shohim rezultate. Nuk shohim rezultate në ekonomi, në shëndetësi, në arsim, në bujqësi. Lideri i LSDM-s vlerësoi se rritja e pagave është e nevojshme për shkak të rritjes së shpenzimeve të jetesës dhe shtoi se me këtë partia po jep përgjigjen e saj ndaj politikave ekonomike të qeverisë aktuale.